Propagande quajti Sulo, atë që tha Rama sot në fjalimin e fitores, ku ti besoj ishe pjesë, apo isha, si ekip i ri që do jesh në parlamentin e ardhshëm. Propagandë, pra. Shiko, ky personalizimi që... Si do vetë korrigjoheni, si do vetë përmbaheni? Personalizimi që bëri Arioni që një person është ai i cili bën gjithçka në këtë vend, është... Nëse thash këtë Ardit. Po kjo është praktikisht. Nuk e thash këtë. Kur flasim për vetë korrigjim, unë vi nga një fushat. Edhe ishte një fushat ku në isha listat hapura. Rjedhimisht ishte një fushat në cilën unë futa shumë thellë në shqetësimet e njerëzve. Nëse një person është duke abuzuar me pushtetin që ushtrohet, i cili është në këtë pushtet është Partia Socialiste që le të themi mban përgjegjësinë për të. Kjo nuk do të thotë që është i gjithë sistemi. Dhe vetë korrigjimi nuk kupton këtë gjë. Vetë korrigjimi nuk kupton që ato të cilat çalojnë, ato janë që duhet rregullohen. Dhe ne vim nga një palë zgjedhje ku kishte një ofertë politike kandidatësh, përveç se një ofertë politike partish, të cilët qytetarët u shprehën me votën e tyre, pikërisht për të mundësuar që ato të cilat nuk kanë shkuar mirë të rregullohen. Do me thënë, qytetarët votuan pro të metave të rregullohen dhe nuk dënuan me po apo jo? Po prit se prandaj do ta përfundoj. Jo, po nuk mendoj që në fillim që ta kemi të saktë, jo ta kemi të saktë logjikë. Sistemi që jetojmë, sistemi që kemi zgjedhur, për të kuptuar demokracia liberale, nuk ka vetë korrigjim, thash unë, jo, po se ishte në ardhje. Ka drejtësi, ka parlament, ka media. Përmirësim. Pra, më lejo ta përfundoj. Ka precedent, unë le të precedent. Ja ta përfundoj. Shqipëria ka zhvillim ekonomik. Ta debatin pak. Shqipëria ka rritje të mirëqenies. Jo. Po ka. Jo. Po ka. Hajde të diskutojmë. Po qesh Besarti ndërkaq. E debatojmë sa duash. Te debatuar në fushatë dhe... Se pas me, jo, po. Banka botërore ka gabim, Arjo. Banka botërore në 12 maj. Jo me ka gabim banka botërore. Le ta them dhe në opinionin tim. Një opinion, më lejo të flas pak lokalisht që ta sqaroj? Jo shumë lokalisht, jo. Mos na fut lokalisht. Jemi te kryeministri. Jemi te gjëja e madhe. Jemi te kryeministri. Te fitoria e madhe e të gjithës, jo vetëm e Vlorës. Nëse ti s'më lejon mua të flas me shembuj konkret, sepse Shqipëria ka më shumë mirëqenie, do të thotë që do të flasin ajo. Shqipëria në gjykimin tim ka më shumë mirëqenie se sa ka pasur. Ka infrastrukturë më të mirë se sa ka pasur. Ka mundësi më të shumta se sa ka pasur. E njëherë ka dhe problematika, të cilat problematika duhet të zgjidhen. Fakti që në këto zgjedhje, qytetarët shqiptar zgjodhen në masë dërmuese që ky lloj sistemi, problematika të cilat ne kemi, se problematika të votimit zgjedhje, do të jetë vetë rregullimi që do t'i bëj Partia Socialiste, korrigjimi që do i bëj Partia Socialiste. Atëherë ne nuk kemi respekt për qytetarët shqiptar. Qytetarët dolën, zgjodhen ditën e diel, që forca politike e cila mundet të rregullojë këto gabime që janë, po duke mos hedhur poshtë të mirat e bëra, është Partia Socialiste. Bido një pyetje, me qënë se vetë jemi... korrigjimi në koncept, vetë korrigjimi si koncept, është krejt normal, atë kam thënë dhe unë fushat. Unë personalisht e kam përdorur termin vetë korrigjim 15 ditët e fundit fushatës në çdo takim tim. Çfarë do vetë korrigjoje ti? E kishe për veten apo për partinë? Vetë korrigjimi s'është për veten time. Unë besoj se institucionin që kam drejtuar mirë. Vetë korrigjimi është në sistemik, është që atje ku ka cedime, Partia Socialiste merr përsipër, e ka treguar se merr përsipër, të rregullojë të metat të cilat do të thënë, ju votuat për gabimet që kishit bërë, që do t'i vetë korrigjoni. Për të mirat që janë bërë dhe si alternativa e vetme, e cila mund të korrigjojë gabimet që kam një pyetje për ty. Ditë se është reminiscencë kjo, ma çka ka vetë korrigjimo, ka dhënie llogari edhe pikë. Po, ka dhënie llogari, më çfarë është vetë korrigjimo autokritik. Ka rritje ekonomike çdo vit. Çfarë rritje ekonomike? Po kem rritje ekonomike. Niveli i varfërisë ke 45%, me banka po 46%, 12 maj. Në kufirin e varfërisë 12 maj hape. Sa ka qenë? Ka qenë 40-42. Sa ka qenë? Sa ka qenë? 38. Sa ka qenë? 38. Sa më 38, sa ka qenë më herët? Bido duhet kuptoj diçka. Bido duhet kuptoj diçka. Me qënë se Rama foli sot, është një statistike se ne ndalëm të termi vetë korrigjim. Edhe nga gjitha raportet ndërkombëtar. E di sa duhet ta kesh. Nëse mohojmë rritjen ekonomike nga e cila vjen të vend për shembull, rritja e turizmit që vjen nga ekonomike. Mos na çoni te rritja ekonomike se debatojmë. debatojmë. Bido ka përdorur 20 herë termin rritje ekonomike. Raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar e keni lexuar? Që thotë që rritja ekonomike vjen nga ndërtimi që ekspozon një rrezik shumë të madh afatgjat. Po flet për riskun ti. Në thotë që vjen nga ndërtimi
Dhe kjo lidhet me akuzën tonë që vjen nga pastrimi i parave në ndërtim. Të lutem. Besi, pavarësisht këtyre tezave, ura e pastrimi i parave në ndërtim. Ti sapo pranosh ka pasrritje ekonomike. Jo, nuk ta mohoj pra. Nuk ta mohoj. Nuk ta mohoj. Atë rritje që ti pretendon. Por nuk ka rritje ekonomike nga bujësia, nuk ka rritje ekonomike nga shërbimet, nuk ka rritje ekonomike nga biznesi i vogël dhe i mesëm, por ka rritje ekonomike nga ndërtimi. Besi, debatojmë sa të doni dhe këtë moment, të lutem. Nga ndërtimi, se jemi tek 80% e copës së Luanit është nga ndërtimi. Dhe pikërisht vërtetohet akuza jon dhe e vërteta jon që ai ndërtim vjen nga pastrimi i parave të drogës. Që e vërtetoi dhe antimafia. Bashkë me makiazhin e debatojmë dhe këtë po të doni. Kështu që patjetër Jo, se jemi një sekond. Patjetër pra, ajo rritje e ekonomisë që ti përmend, ju ka sjell krimin. Pritani se ka fituar PS-ja një palëzjedhje, i ka humbur PD-ja, Rama mbajti një fjalim sot, ndalemi pak tek zhvillimi i sot. Banda më e madhe në vend, që nuk janë as troplinda çelda asgjë, por banda më e madhe është administrata publike ku je ti dhe ti pjesë. Ndalemi aty Bes. Por të dëgjojmë dhe Sali Berishën atë që tha sot. Elektorale është administrata publike, sepse vetëm Bashkinë Konispol ku ke qenë kandidat në 4800 banor ka 250 punonjës së ditë. Bashkia Konispol. Të shidhe kamë, ç'a nevojë ka një bashki të ketë 5% të banorëve të ketë punësuar bashki dhe shteti vendor ketë punësuar 10% banorëve. Tani që mos kalojmë nga dega në deg. Ti ke pasur punonjës dhe tu në fushat. Dhe ti vetë ke pasur akses tek aktivitetet e bashkisë, tek shkollat publike, ndërkohë kandidati apo i ke pasur. Një sekond. Vido kam një pyetje për ty, meqense Rama se ne u dalëm që ta shpërndaj pak fjalën pastaj. Se kam dëhitur. Kur flet për të vërtetat e tua, ka dhe të vërteta të të vërtetave. Dhe unë ta pranoj të vërtetën e rritjes ekonomike, po e vërteta e të vërtetës është që ka ardhur nga krimi. Njësoj si ka ardhur dhe ai qytetari që the ti, ditën 11 maj doli dhe votoi alternativën, doli e votoi edhe i ekspozuar dhe i kërcënuar nga krimi. Krimi zgjedhor. Nga bandat kriminale dhe nga banda më e madhe në vend që është administrata publike. Jo, se kishte personale këtu. Jo, s'është personale. Okej, kthej një përgjigje se kam unë një pyetje që ta hap pak bisedën pastaj. Arsyeja sepse ju nuk keni për të fituar kur zgjedhje në këtë vend. Po dakord. Të dëgjova. Është pikërisht kjo sa po bëre. Çfarë? Çfarë tha? Që un kam përdorur shkollat. Un kam dalë në video para 2 shkollave ku un kam kryer gjimnazin vet. Para, jashtë. Po bëri shkolla, kam bërë një video un selfie. Në Sarand, ku un e kam bërë këtë jashtë, un me video selfie që mund ta bëj gjithë ditën e ditës. Në Sarand, njerëzit dëgjojnë Besartin dhe dinë dhe çfarë bëra unë. S'keni për të fituar kur zgjedhjet kështu. E dyta. Unë nuk i fitoj do zgjedhje me 250 punonjës Konispol bashkisë, di këtë gjë. Është pamundur. Ta mbarojmë apo? Fryrja e cila ekziston në përbashkime, qëse merresh për shembull, e numrit të punonjësve është një çështje që ne duhet ta diskutojmë për të mirën publike, apo për të bërë këtë retorikë e cila është retorik boshe dhe njerëzit e dëgjojnë. Sepse kjo lloj fryrje, që dhe për mua është fryrje, dhe unë jam një individ i cili besoj cost efficiences, siç e kam treguar në institucionin që unë dikur kam drejtuar, është njësoj në bashki të majtë të djathtë. Pra, kjo banda teorike. Institucioni dikur e keni drejtuar apo e drejtoni? Një sekond, ju lutem. Po e keni drejtuar gjatë fushatës institucionit. Po se the dikur është shumë e Përfundojmë largët. pak se pastaj dalim tek zgjedhjet, u fituan, u blen, u vodhën apo u A grabitën. keni qenë titular si kandidat apo dikur? Se dikur është Tani mos e ktheni në personale vetëm, ë? Sepse që këtu E bëjmë dhe këtë debat po doni, po një sekond, betemi pak te panorama e ditës së sotme, tek fjalimi i Ramës. Te panorama, se panorama është kjo që thot Besarti. Pra Besarti e ka të pamundur, si një përfaqësues i ri i Partisë Demokratike, që të shmanget nga retorika boshe e të kaluarës Partisë Demokratike. Ti po bëj retorik boshe. Duke u kaluar në kalim nga dega më degen sulme Ti po bëj retorik boshe. Nëse ne duhet të flasim për problemet, nëse ne duhet flasim për problemet. Unë e kuptoj se të ka futur shiringën e Dirama në atë aktivitet dhe ke ardhur i inspiruar. Çfarë shiringi? Po ja ka futur shiringën dhe erdhi tha qytetarët Hajde ta kapim një çështje, se qytetarët shqiptar kanë shumë probleme për bujqësinë me qenë se more për shembull. Hajde të flasim për atë çështje dhe të nxjerrim në pa probleme që kanë qytetarët. Mos na çoni tek retorika debat e politikës krejt antike. Ti thua duhet vetë korrigjim, ndërkohë disa të rinj, ndërkohë që për banorët e Tragjasit që i mungon ujë ti s'dole ndonjëherë protestosh. Unë kam dalë duke folur për ujin e Tragjasit. Debatit personal me kandidat gjatë fushatës. Dhe kam qenë dhe Tragjas.
kanë fol gjatë fushatës që uj Trajgjasit i takon raspar banorëve Trajgjasit. Po prit një sekond. Këtu vjen momenti. Po ç'a ndodhi? Këtu vjen momenti. Kalove nga dek prap. Do flasim për rinjën e Trajgjasit. Do flasim për pyetje që do ju bëjmë juve. Boshe. Një sekond Bido, e cila nuk ka për të nxjerr kur në pa, është sepse ti Besar ti je një djalë i ri, të cilin nuk të shkon fare të përdorësh retorikën boshe politike, si unë. Po pra, mos më paternalizohet. Po jam djalë i ri dhe unë djalë i ri, po quhet pyetje dhe djalë i ri. Bido, e kam pyetje për Besartin unë, se ja këto që po përmend ti, tha Edi Rama sot. Nuk të shkon fare që retorika jote të jetë një retorike drunjt e krimi organizuar njërën tjetër, ku njerëzit kanë hallë. Sepse ne kemi qenë në fushat. Ne kemi qenë në fushat. Kemi dëgjuar problematikat e njerëzve. Dhe në studio, në vend që të flasim për problematika që kemi dëgjuar nga njerëzit, për institucione disa që nuk funksionojnë mirë dhe duhet funksionojnë mirë, për problemet cilat ka bujësia, dhe të mira që ka bujësia, dhe të rinj të flasim një retorikë reale të atyre shqetësime që ka njerëzit. Bido, kam një pyetje, besi të lutem. Me djenë të rinj të cilët flasin më keq se sa 80 vjeçarët. Po dakord. Unë jam 99 vjeç, ai do shkojë në mosh. Por unë po them tani që efektin e ministrave tuaj në listë hapur ardhi. Një sekond. Vendi Gonxhe ka 24000 vota. Dale dëgjoj, besi të lutem se e kthyet e bën të vrap të gjithë emisionin. 20000 vota. Po dalem ose do dalim atje edhe te lista. Ka 9000 vota. Kryebashkiakët, Agron Malaj ka gati 15000 vota. Dhe Ardit Bido kishte 1360 vota. 12000 vota. Drejtorët në listë, Ceno Klosi ka 19600 vota. Shevizjaja ka 50300 vota. Sara Mile 20000 dhe Arken Balla 20000. E ti më thua mua që qytetarët do të votojnë të lirë. Po kjo është politika. Ti më thua mua që burgjet e Shqipërisë votuan ministrin e brendshëm dhe votuan të lirë. Qytetarët nëse do të flasim si të rinj tu, hiqe shirikën që ka futur Dirama te aktivitet dhe hajde flasim. Që në fillim e shkatrove gjithë retorikën e të rinjve, kur the qytetarët shqiptarë në 11 maj kanë votuar të lirë, forcën progresiste, forcën vetë korrigjuese. Kur unë të jap ty emra që janë të më të votuarit, por nuk janë ngritur nga ndërmarrja politike dhe asnjë të publike. Dhe të diskutojmë ato deg. Besi, do dalemi tek emra, do dalemi te lista kam përgatitur dhe unë një listë më pas. Shqetësimet e tyre në media. Shqetësimet. Po çfarë shqetësime kryesore vota e lirë? Dëgjoj, Bido, më dëgjoj pak pyetjen time të lutem. Shqetësimet patriotike vota e lirë është partia me Banorët e Trajgjasit akoma janë pa ujë, edhe Edi Rama, ministri jot, kryetari i partisë, ka marrë 240.000 metra tokë në Vuno. Dhe ti ke dalë për atë. Ndërkohë kontrabandisti nuk do shkojmë te Trajgjasi, ju lutem se jemi tek Shqipëria sot, mos na çoni në lokalitetet e Trajgjasit. Kam mbështetur atë kryetarin, atë ministrin tuaj që ai na mali mos vite politikë vjetër.